Një nxënës shqiptar është 2 vjet mbrapa me një uritë në arsim krahasuar me një bashkëmoshatar në Europë. E thënë kjo nga një institucion i specializuar si Banka Botërore është më shumë se një këmbane alarmi. Shqipëria vazhdon të ketë një progres në arsim, por krahasuar me vendet europiane, njohuritë e nxënësve në Shqipëri kanë një diferencë prej 2 vitesh. Po përse në këtë nivel? Analiza nis nga parashkollori. Fluksi është i papërballueshëm dhe kryeministri Edi Rama tha se numri i kopshteve mbush vetëm 14% të nevojës së popullatës. Praktikisht plotësojnë nevojat për vetëm 14% të gjithë tërësisë së kërkesës në atë grup mosh. Më tej gjendja në shkolla. Zoti Rama tha se 50% e mësuesve japin mësim jashtë profilit. Kemi një mospërputhje që besoj është unikale në botë mes profilit mësuesit dhe lëndës që mësuesit japin në një masë që shkon në zonat caktuara të vendit edhe mbi 50%. Por kamera Ora News ishte në disa shkolla të kryeqytetit për të parë nga afër këtë problematik. Në shkollën 9-vjeçare Gjon Buzuku kërkua mendimin e mësueses Zhaneta Prenga, e cila ka 43 vite si arsimtare. Ajo kërkoi me urgjencë rishikimin e teksteve dhe përzgjedhjen e teksteve më cilësore nga ekspert. Jemi shumë të lumtur në qoftë se do realizohet siç kemi dëgjuar që nuk do ketë klasa më shumë se 31 nxënës, sepse faktikisht ne kemi 39 deri në 40 nxënës. Qoftë se do ulet numri i nxënësve, në qoftë se do t'i jepet përparësi arsimit parashkollor, në qoftë se do rishikojnë edhe një herë tekstet dhe të studiohen dhe të formulohen nga njerëz të cilët janë kompetent për këtë punë. Se deri tani kemi përzgjedhur sipas qefit. Secili do merrte një abetare që ja merrte mendja që është e bukur, e mirë, por pa njohur vështirësitë brenda. E për të shkuar drejt tregut të punës, raporti nënvizon se 40% e popullatës është në moshë pune, por nuk e kanë një punë.